Të gjithë ata që kanë menduar që pushimet e verës t'i kalojnë në Bregdetin e Vlorës, duhet të mendohen mirë. Kështu, nëse pushuesit zgjedhin që 10 ditë i kalojnë në një apartament, do t'i kushtojnë plot 500 euro. Por nëse vendosin të zgjedhin një dhomë hoteli, atëherë çmimet janë më të larta. Pushuesit nga Shqipëria i konsiderojnë relativisht të larta këto çmime, ndërsa për pushuesit nga rajoni, çmimet janë brenda standardeve. Si ju duken çmimet? Po normal, ketë, mirë, bukur është. Relativisht nuk janë çmimet komeditësat në alta. Çmimet janë të larta, uji nuk është i mirë. Çmimet kanë qenë shumë shtria, shumë tani, unë aty jam i bindur që aty ku më paguan, faj ne jam në kosht, ka qenë kërkesa e madhe shumë, domethënë neve kemi lyp shumë, ka qenë shumë e shtrenjtë. Përveç çmimeve, pushuesit kërkojnë dhe përmirësim të kushteve në Bregdet. Kushtet nuk janë të mira, që kjo pjesë për shembull, që ky ujë u desht 200-300 metra me shku, mu la, shumë i papastër. Vlora vetëm që e qendër, e papastër total, plazha jo pastër, fare, jo këtu. Një dhomë hoteli në Vlorë kushton 25 deri në 30 euro larg zonës së plazhit, ndërsa nga 50 deri në 90 euro, dhomat të cilat janë afër vijës bregdetare, ndërsa suitat kalojnë të 120 euro.